Përshëndetje dashamirë të bjeshkëve të Kosovës. Sot kemi ardhur në bjeshkën legjendare të Pashtrikut. Pra, bjeshka Pashtriku gjendet midis Kosovës edhe Shqipërisë. Ne vendosëm në këtë mot dimror me vizitu mojen edhe me pa bjeshkën se si duket gjatë kësaj stine. Të shohim se çka po na pret. Okej, mas një ecje një orëshe prej veturës ku e lam deri te qafa e Pashtrikut, jemi te teqja e madhe e Sari Saltëkut. Pra është një person i shejt, i cili ka jetu në shekullin e 13 edhe që thuhet që ka ardhur edhe në këtë pjesë, edhe thuhet se është një ndër 7 varezat që gjendet në këtë rajonin e Ballkanit. Do të thonë njëra është në këtë pjesë, pra ku është edhe teqja, pra do të shkojmë tash edhe në maje ku gjendet edhe një varr në maje të Pashtrikut, e cila kap lartësinë prej 1986 metrave. Do të thonë jena te këto teqet që janë rindërtu me kohë, pra kjo është, si më thon, versioni 2.0 i teqeve, pra janë përforcu, janë instalu edhe kamerat, edhe tash po shkojmë veç me pa brendësinë e tyre në këtë kohë me njegull edhe me frymë në këtë mot dimror. Këtu është edhe një lajmërim ku tregon që jemi në bjeshtë të Pashtrikut, pra është me kami i Sari Saltëk babës, që ashtu njihet ky vend, edhe tregon për historinë e Sari Saltëkut, do të thonë prej 1614 teqja madhe Gjakojës Prizrenit kanë shërbyer me besim për kushtim. Do të thonë kjo është për këtë tarikatin Sadi, që njihet ky vend që i përket. Mirë po, Pashtriku ka të bëjë edhe me fe tjera, pra edhe besimtarët e feve tjera e konsiderojnë si bjeshkë të shejt. Pra, të gjitha fete kanë përmend si Pashtriku është bjeshkë e shejt e tyre. Mirë po, më së shumti tarikati Sadi që e ka ndërtu këtë vend edhe që vinë gjatë verës edhe kanë disa ceremoni interesante, disa ditore që mbledhen këtë vend, prandaj edhe është hap kjo rruga që lehtëson ardhjen deri te kjo teqe. Okej, jemi mbrana në një prej teqeve këtu për me u këndell se jashtë bën të ftoftë. Edhe veç do të na pa atmosferën mbrana që është se sa herë vim këtu në Pashtrik e kemi rastin me hy këtu se dyert e teqeve janë të hapuna, do të thonë mundet me ardh çdo vizitor me hy mbrana përderisa e mbron këtë vend, pra mos me hudh mbeturina edhe mos me shkatru ambientin. Pra pas këndelljes e kam mend me hyp deri në maje, me pa edhe atë monumentin kryesor që është në maje, po para asajna duhet me mush pak energjinë me një peanut bar nga To You.
Kështu në këto kushte ekstreme, vetëm Red Bulli të jep krah. Dhe më në fund britëm të maja e Pashtrikut 1986 metra në cimi detare. Dhe më thonë, maja gjendet midis Kosovës edhe Shqipnis. 1/3 e Pashtrikut gjendet në Kosovë, 2/3 në Shqipëri. Është maje me pamje impozante, është maje e shajt, qyshe ceka dhe ma heret, mirë po sot kemi vendosë në kësi kushte me ardhejt e majas, fillimisht me skia, dhe me thonë, plani ka qenë që të vi me skia, deri në maje ta bëj një lëshim, mirë ma përshka këtë motit e frym, mjegull, vendesëm që të vim me ecje, deri të vari i Sari Saltuku që është pik referencë për majen e Pashtrikut. Do të thonë, bjeshka Pashtrikut është një maje që qëndron e vetmume. Fillon prej qafë Morinës e deri të lugina e Drinit të Bardh. Pashtë e veni ku kalon edhe rruga Kombit ku shkojmë në Shqipëri. Do të thonë, është një maje që qëndron dhe shihet prej krejt Kosovës, veçanërisht prej bjeshkës Koritniku që është Karshi, edhe rafshit të Dugagjinit, në rrëthin Prizrenit edhe Gjakovës. Kisha pas dëshirë që të gjithë ju që dëni me ardhë, me vizitu me ardhë, kur është moti mirë, jo në kësi kushte ekstreme, dhe të shini se qfar pjeshke e bukur dhe qka ofrën për gjithë pjeshkatar dashësit. Ju përshëndes nga maja Pashtrikut.